nuk i kishim parë ato që mund t'jenë të lexosh në rrjeshta. Kjo surpriza, gjithë fjalët e mira që Ledioni i tha Laertit, më bën të mendoj të lexoj në rrjeshta me intuit që ndoshta mos ja japin atij dhe ne e kemi bërë këtë diskutim sot edhe në WhatsApp. Që po flitet që t'ja japin Laertit. Çka ka këtu tash me kjo është çështja. Po shiko, po Laerti nuk ka bazë, nuk e justifikon dot fitoren, e kupton, sepse Po nuk pse ma ka. justifikon dhe Egla vjet, këtë po them pra. Kjo është çështja për tu Po shiko, për Eglën vjet ka folur gjithë Shqipëria, ne e mbajmë mend ça si shpërthenin njerëzit e portalet, e kupton, kurse për Laertin njerëzit nuk Po kanë çfarë folur thua, kaq mo shumë. çfarë thua? Çfarë thua që e shanin për keq? Publiciteti i keq është publiciteti më i mirë. Të paktën flitet dhe ajo intereson produksionit, e kupton? Po, Sa më shumë debat mediatik të bëhet, aq më shumë. Jo që të fitojë o buri dhe është, do me thënë kjo tani. Mos e doj publiku, edhe ta fitoj ajo se deshi publiku. Po një publiku të tos të voton, si e fitoke? Ta shiki pra debati, ky është diskutimi. Po dhe, e pikrisht në që ato i mora disa shembuj, që ta ilustrojnë, ta vërtetojnë këta që pëthu. Që se dikush mundet më shumë me thonë që ka ndash të rjesha shiren ma shumë se Donald Veshaj, atëherë unë e shkitash me mbyllë live-in apo dal. Deri tani, me çfarë tha Ledioni dhe se si e servirën në finale sonte surprizën e Laertit, më ja një dyshimi që do ja japi. Po ja ti shohim një të gjitha surprizat se besoj se ai do ketë superlativa. Si do të jenë surprizat e tjera sepse dhe vetëm unë japin informant vogël, Rozana Radio edhe Jul Dedës vitin që kaloi, po pikërisht akoma më të madhe se kjo ja bën, me tavolinë, me tulur, me të ngrënë gjitha Shkodranë me gjitha aktorët më të mirë, po kjo është e vërtetë. Kështu që s'besoj se di, okay. Mbetet për të parë edhe 20 sekonda rinis. Okej, edhe një gjë tjetër Rozana u nis për ka një surprizë, po dihet tashmë është e motra. Edhe është Monika, do të fusim te tjetra se na iku kjo. Është në një ambient fantastik, është në amfiteatër. Duhet të jetë në një galeri arti, në një gjë. Jo. Liam, ku është? Kujt i flet kush aty? Është në amfiteatër, kështu që bën gati. Meridian. Prandaj ka vajtë Meridiani atje. Çisa i thellë që është ky Meridian Odasar. A e shef? Ka pozicion djalë, ka pozitë që erun me nder edhe me punë. Se ka vajt atje se kuptova? Pikërisht për surpriza pra te amfiteatri në te liçeni. Rozana. Po duhet jetë Meridiani të japi derën. Po, se kemi drejtor të amfiteatrit. Po, normalisht është drejtor djalë dhe Meridiani. Po do të vësh pastaj Meridianin. Okej, hajde. Shikojmë video tjetra. A pse ju japi informata, unë jes pa informata.